Mirdita, sot do t'ju tregoj për spionen më të rrezikshme të dekadave të fundit. Një spione që vodhi informacione të NATO-s kaq të rëndësishme që nuk ishin parë kurrë të vidheshin që nga lufta e dytë botërore. Një spione që nuk e kapën, por kur e zbuluan të gjithë mbetën pa fjalë. Dëgjojeni këtë histori sepse unë kam mbetur, sinqerisht. Dëgjojeni sepse ne mendojmë që spiun nuk ka sot, ose nëse ka janë ndryshe. Shiko, sot spiun dikur dhe ende sot mund të jetë edhe gruaja jote, mund të jetë e fejura jote, mund të jetë shoku yt dhe ti nuk e di. Dëgjojeni me vëmendje. Kush është rastësisht i gjithmonë dhe nuk e ka bërë, bëjini like faqes dhe videos, shihemi sërish. Atëre, çdo gjë filloi në vitin 2018. Një grup nga Gjermania, grup spionësh, u mblodh këshilli i lartë i spionëve për të zbuluar një disa informacione, por njëri në veçanti që ishte tepër serioz. Kush e kishte zbuluar këtë informacion? Sepse kishin të dhëna që dikush ishte futur në arkivat e NATO-s ose në shoqërinë e tyre, pra të oficerëve të mëdhenj, dhe kishin zbuluar disa sekrete që duhet të gjenin se s'bën se kush i kishte thënë, sepse mund të ishte, pra ajo talpa si quhet, ose spiuni mund të ishte brenda, mund të ishte ende aty. Dhe në vitin 2018 këta filluan, gjerman këta, dhe njëri prej tyre filloi që të kërkoi gjithandej, nuk mundej. Erdhi në Itali, shkoi në Peru, shkoi në Amerikë, shkoi gjithandej, nuk po gjente informacione. Pse shkoi ai në këto vende? Do t'ja u them tani, sepse do ta themi dal nga dal. Në sintez, ky Gjermani, ky spiuni gjerman, sepse edhe ky spiun, ky do të gjente spionin, po edhe vetë është spiun. Ky spiuni gjerman nuk dinte se nga ta fillonte. Dhe ç'bëri? Filloi që të kërkonte në këto bazat ushtarake të NATO-s kush kishte bërë shoqëri që nga viti 2005 deri në vitin 2018. Pra ai eci mbrapa në kohë, sepse e bëri një herë fillimisht që kërkoi miq të rinj nga viti 2018, sepse atëherë doli sekreti, nga viti 2018 me fjalë deri në vitin 2010. Pastaj shkoi mbrapa në kohë se nuk po gjente, se duhet kuptuar diçka, këta që bëjnë spionazhe, duan ta fillojnë nga baza, që të kuptojnë se kush ka qenë. Me fjalë, kur lindi shoqëria, miqësia me një, kur dhe ku. Dhe gjetën disa emra. Një emër i veçantë ishte një grua, një Maria Rivera. Kjo Maria ishte në Itali, jetonte në Itali, në Caserta, dhe poshtë afër Napolit, dhe kjo ishte futur, le të themi, në Itali rreth vitit 2006. Por nga viti 2010 parafërsisht kishte filluar që të hapte një shoqëri në Caserta. Ajo e kishte një shoqëri, por e kishte në Francë. Dhe shoqëria që ajo kishte, e kishte me kështu bijuteri, por floriri. Dhe kërkonte, gjoja që në Napoli kishte njerëz që shisin flori dhe kjo i blinte. Dhe shikoni me shumë kujdes. Dhe me një fjalë, në Napoli, pse? Sepse në vendet e tjera nuk mund të dyshonin. Me një fjalë, vendet e tjera do dyshonin, por në Napoli nuk mund të dyshonin, sepse në Napoli bëhen këto gjëra, pra që të mbledhi flori të vjedhur. Dhe po me shumë delikatesë që gjëja mos ta zbuloni, por e bëri që të kuptojë që ishte kjo arsyeja. Pse? Sepse nuk duhet ta dini se nga ishte. Kur e pyesin se nga ishte, nëna e saj ishte peruviane, kurse babai saj ishte gjerman. Kështu thoshte kjo. Dhe si përfundim, me kalimin e kohës, kjo bëri shoqëri me aty në Napoli, është një bazë e NATO-s. Kjo bëri shoqëri me disa gra aty. Dhe pastaj filloi të bënte shoqëri dhe me burrat, u vidhte burrat me pak fjalë. Dhe me kalimin e kohës i njihte që të gjithë. Dhe bënte shitje blerje me këta. Bile u bë famshme, sepse një kalif nga Arabia, gjoja që bënin shkëmbime me këtë Marien,
bënin shkëmbime, por ai nuk e dinte se kush ishte. Dhe kjo u bë e famshme, me fjalë e famshme në rrjetin e tyre shoqëror. Derisa secilit prej tyre ajo nuk dihet se si, por i vidhte informacione. Tani disa thonë që u hidhte diçka, disa të tjerë thonë që ja thoshin, por do ja u them. Disa prej tyre, gratë e disave që nuk kishin, nuk u pëlqente femra, si femër, ajo i nënshtroi dhe rrinte me to, bënte marrëdhënie me to. Me një fjalë, edhe pse ato nuk u pëlqenin femrat, ishte kaq josh se kjo sa i detyroi në një farë mënyre, një 2-3 prej tyre. Dhe u mirte informacione sepse kuptoi që me gratë ishte më thjesht për të marrë informacione. Derisa pastaj arriti të merrte ato informacione që duheshin. Dhe si përfundim, në vitin 2018 ajo iku, u zhduk. Dhe tani problemi kush ishte? Që këta nuk dini se kush ishte, nga vinte e tjerë. Dini që ishte ishte me origjinë peruviane dhe gjermane, por ku do t'i gjenin informacionet? Dhe çfarë bëri ky mjeshtri nga Gjermania, spiuni? Kërkoi emrin e saj, Maria Rivera. Dhe kishte Maria Rivera, po kishte një mbiemër që nuk e mbaj mend, Kaufeld. Maria Kaufeld Rivera. Dhe kërkonte mbiemër të këtyre, të kësaj Marie. Si përfundim gjeti që kishte një certifikat e regjistruar kjo në Itali, një certifikat peruviane. Shkoi në Peru, ndaj që ju thash që shkoi në Peru dhe çfarë gjeti? Që certifikata ishte falso. Aty kuptoi që kishte diçka. U kthye edhe një herë dhe kërkoi këtë Marien ku ishte. Kishte marrë një fluturim drejt Rusisë. Ajo, përpara se të bënte fluturimin, nuk kishte thënë të tjerëve që të gjithëve, që ema e saj kishte qenë në Rusi disa herë dhe nga vitet 80 kishte bërë pasaportizimin rus. Ema, pra peruviane. Dhe kjo ndonjëherë edhe shkonte. Pra për të mbuluar gjurmët, nëse do ta zbulonin, ajo e kishte thënë fjalën e saj, pra që mund të shkonte dhe në Rusi. Dhe fluturimi që kishte marrë për në Rusi në vitin 2018 e kishte të justifikuar. Por ky Gjermani, ky që donte ta zbulonte, donte të kërkonte se kush ishte dhe ku shkoi. Kur shkoi në Rusi, nuk zbuloi asgjë. Shkoi gjithandej të gjitha dyert të mbyllura. Dëgjojeni, sepse është vërtet fantastike. Të gjitha dyert të mbyllura. Dhe ç'bëri ky Gjermani? Erdhi në Itali dhe shkoi në Napoli. Shkoi në Napoli dhe mori që të gjitha shoqet dhe shokët e saj. Kryesisht shoqet, ato që kjo kishte ndëjtur bashkë me to. Dhe ato i thanë që kjo Maria i pëlqente shumë një macet dhe kishte një mace. Një mace e quajtur Luiza. Luiza ishte ajo që, me fjalë, që i pëlqenin asaj, por zakonisht ajo thoshte për këtë macen Luiza që ishte e dashuronte. Dhe ky kërkonte në rrjet ku të gjente këtë mace. Nuk e gjente dot. Si përfundim, me fjalë që të gjente figurën e një mace me një vajzë afër, që mund të ishte Maria, nuk e gjeti dot. Dhe çfarë bëri? Dha urdhër që të gjitha macet me ato karakteristika, dëgjojeni, me karakteristika që është komplet e zezë me sy jeshil, të vihesh një mikrochip. Pra kur të kalonin doganat, të vihesh një mikrochip. Dhe që në vitin 2018-2019, deri para një viti, 2 vjetësh më duket, ata kërkuan, bënin këto macet. Dhe çfarë bënin? Pa e ditur të tjerët, u vendosnin maceve mikrochip. Pa e ditur ata që e kishin macen. Kalon ti për shkak me një mace në dogan, qoftë në aeroport apo që shkonin, thonë se është policia, pritni do të shikojmë pa, tak i fuste mikrochipin. Një mikrochip me një kod shumë të gjatë, specifik vetëm për këtë gjë. Dhe të gjitha këto macet kishin këtë mikrochipin, që të gjenin se kush e kishte atë mace, pra mace Luiza, dhe si përfundim, mikrochipi i çoi në
pra nga ata që sepse i seleksionuan, të gjitha seleksiononin se ku do shkonin, kush ishin këto mace etj etj. Merrni mend se e gjetën si përfundim në Rusi. Dhe çfarë gjetën? Gjetën një macen me një vajzë që me fjalë fytyrën e një vajze në një portal që është VK-ja, që është Facebooku rus. Gjetën macen me fjalë brenda fotove ishte edhe kjo. Pra kjo vajzë. Kur e morën dhe mori ky dhe e krahasoi, ishte i njëjti njeri. Pra ishte e njëjta grua, vetëm që kishte ndryshuar, ishte pak më e madhe në moshë, por flokët të lidhur. Dhe ai çfarë bëri? Mori të gjithë ato, i seleksionoi dhe pa që ishte kjo. Dhe gjeti se kush ishte. Olga Kolobova. Pra në fund spiuni gjeti që spiunia, ajo që kishte vjedhur informacionet, ishte Olga Kolobova dhe është vajza e një oficeri të lartë madhor rus dhe jeton në një lagje super të kontrolluar dhe shumë e pasur, me pak fjalë. Dhe si përfundim kërkuan që sepse janë në këto raste bëhet edhe një kërkesë për arrestimin e saj, për arrestim sepse ka marrë informacione të paligjshme. Por si mund ta kapësh atë? Kështu që din çdo gjë, morën vesh çdo gjë, e kuptuan se kush është, por nuk mund t'i bëjnë dot asgjë. Që nga ajo ditë që ata e zbuluan, sepse ky është tjetër mister, që nga dita që e zbuluan, Olga u zhduk. Tani nuk duket më se ku është, nuk ka më as faqen e saj, nuk ka asgjë, pra në asnjë vend. Pra ajo e bëri detyrën dhe si përfundim mori informacione të NATO-s që nuk ishin marrë prej vitesh, por gjetja e saj ishte fantastike me Macen Luiza, që e bëri ky Gjermani. Pra nuk ishte shans ta gjeje përveç Maces Luiza. Dhe unë doja që t'ja u tregoja sepse më ka mbeta. E tregova shumë mirë, sepse po ka disa pika të vogla që edhe i harroj, por më ka mbetur në kujtes sepse kjo tregon që ende sot ka spiun dhe mund të jetë, siç thash, edhe një shoku yt, një shoqja jote, edhe bashkëshortja jote ose bashkëshorti yt, dhe ti nuk do ta dish kurrë, sepse këto gjëra vazhdojnë ende sot, ndonse duken si fantazi. Megjithatë, ju çfarë mendimi keni për këtë histori? A e keni dëgjuar? Olga Kolobova. Maria Rivera kishte emrin më përpara, Gjoja përdorte atë emër, por i martoi të gjithë, i martoi me burra dhe me gra. Megjithatë, pres komentet tuaja, sepse doja t'ja u tregoja, më pëlqeu si ecën gjërat. Mua më pëlqejnë shumë historitë spaj, kam lexuar shumë për këto, por kjo ka qenë një nga ato historitë, ose mos të themi e vetmja histori që më ka mbetur, sinqerisht. Megjithatë, pres komentet tuaja. Ditë mbar.